Nderuar miq, ja erdhëm përsëri. Gjithmonë kemi nga një surprizë, por këtë radhë kemi një nga njerëzit ku do të japë vlerësimin për të gjithë këtë që po ndodh në këto ambientet e kishës, Dimitër Çika, piktor. Faleminderit. Kënaqësi në radhë parë se jemi patriot, jemi nga një qytet. Kënaqësia më e madhe është se kur erdhëm me teatrin ju pam në ato ambientet e kishës në Uster. Po e mbaj mend. Mbani mend. Kështu që po ju shohim sërish, por këtë radhë me një funksion të tillë që do të jap me shumë, e di që e keni të vështirë, por do të vlerësoni gjithë këto punë që kanë bërë shqiptarët në për festivale dhe që tashmë po në edicionin e dytë po na vinë edhe në ambientet e kishës në këtë festival Noli Film Festival. Është e vërtet që të japësh një mendim për filmin shqiptar, sidomos për filmat, për realizimet e viteve të fundit tani. Në fillim kisha një lloj hezitimi kur më bëri ftesë. Kush e morë ftesën? Dimitër Demiri. Koreografi ton Taq i themi ne. Më bëri ftesën dhe në fillim pata një lloj hezitimi, të drejtën, sepse nuk kisha eksperiencë për të gjykuar, domethënë sepse unë filmin gjithmonë e kam quajtur një asambël. Domethënë është një pjesëmarrje shumë e gjerë, ndryshon nga ne artistët e artit figurativ që ne, domethënë, e marrim veprën dhe kryejmë brenda studios ton, kurse filmi ka një dimension shumë të madh, shumë të gjerë. Dhe të gjykosh mbi gjithë ata njerëz, të japësh mendimin është e vështirë. Por them që uroj që edhe nëse do të ketë ndoshta në një gjykim tjetër, domethënë për vlerësimin, uroj që të jetë një plur i vogël mbi supet tona që po gjithmonë me jurit kështu ndodh, domethënë. Faktikisht ne jemi për t'i suportuar dhe për të dhënë një spunto akoma më të madhe dhe kjo është një gjë e mirë për të gjithë këta prodhues, për të gjithë këta autorë, por e mira është për t'i vlerësuar. Edhe gjithkush pastaj do t'jetë kërkues në veten e tyre për të ecur kinematografia është krenari kur shkon një film shqiptar në këto evenimente të mëdha, se sot kemi shumë nga këta krijues. Kur fillova të shoh filmat, dal nga dal e kuptova se sa e madhe është përgjegjësia për të dhënë një vlerësim. Sepse të gjitha filmat, në çdo film në përbërjen e vet, mua mu duki përsosur. I gjërat vogla në kuptimin e, si thua, gjuhës të artit, mund të ketë gjërat vogla, po në tërë si filmat më pëlqyen shumë. Ishte gjë shumë e bukur dhe unë thash, si do të gjykoj, sa i vërtet do të jem për të gjykuar, për të bërë përzgjedhjen time. Por fillova t'i shikoj filmat dhe më rit shumë kënaqësia. Dhe fillova të ndjenja një lloj jo vetëm kënaqësi, po edhe një rritje të ndërgjegjes, domethënë për atë që po shikonja. Mu bëj qefi, thash në fillim e prita me hezitim, por pastaj ndihesha mirë dhe fillova, domethënë të kënaqesha me gjitha ato krimtaritë mrekullueshme. Besoj se në edicionin e parë ishit. Jo, në nuk ishit. Edicionin e parë nuk kam qenë. Kur u informove që po realizohet një festival, për më tepër e filmit, jemi mësuar me këto këngë valle, festivale që po ndodhin, e për më tepër atje në Uster. Taq Demiri një ditë më merr në telefon dhe më thotë, "Ore Taq, kam menduar kështu, thotë, ti jesh antar juri, thotë, në festivalin e filmit që do të organizohet nga Kisha e Shëngjergjit në Boston, nga Katedralja e Fanolit, dhe në miqësinë që kam me të, i thash Taq, po sikur nuk e shoh veten, i thash aq të afërt domethënë për të qenë unë, për të qenë unë një juri të tillë, i thash. Jo, tha Taq, tha, unë mendoj, tha, që do të jetë një gjë shumë e mirë, tha, jo vetëm për mua, tha, që të njoh, tha, por edhe në përgjithësi, tha, për njerëzit, domethënë organizatorët, dhe ishte e vërtet, domethënë. Njoh Bujar Alimanin, një nga kryesorët e këtij festivali, i cili më priti me shumë përzemërsi dhe me shumë ngrohtësi. Domethënë më të çlirojnë që nga ato emocionet e para të kështu. Edhe vërtet, domethënë jam ndier mirë gjatë gjithë kësaj kohe.
Vështirësia ishte për të ndarë cili është filmi më i mirë, cili është regjizori, cili është regjizori më i mirë, kush është skenari më i mirë, muzika më e mirë, aktori më i mirë, support aktorët, domethënë nuk ishte shumë lehtë kjo punë. Megjithatë kur njeriu bindet që është i vërtetë, domethënë çdo gjë shkon mirë pastaj. Edhe mu duk gjë e bukur, ishte një eksperiencë shumë e bukur edhe për mua. Domethënë ishte gjithë ky festival do të zhvillohej në këto ambientet e Jo, dua të them që ishte një eksperiencë shumë e bukur, domethënë duke parë filmat, duke filluar se unë gjithmonë kam bindjen time që unë filmat gjithmonë i kam parë dhe asnjëherë nuk i kam jetuar. Domethënë kjo ka qenë një teori jo e imja, po e marrë nëpërmjet librit, por këtë radhë kishte momente që fillova dhe ta jetoj filmin. Gjëja që më ka bërë përshtypje është sepse filmi sot ka hyrë në rrugë krejt të tjera, krejt në rrugë të reja, domethënë. Duke bërë krahasimin me filmat e parë, pa dashur të them ata kanë meritën e tyre, kanë vlerat e tyre, kurse filmi sot, domethënë, ka shumë rrugë, ka shumë mundësira, ka shumë hapësira. Dhe për të gjetur, domethënë, problemet që trajton shoqëria shqiptare sot nuk është domethënë shumë e lehtë. Edhe kërkesat sot kanë ndryshuar sepse është koha kur përballesh edhe me filmin botëror. Domethënë, përballesh me Evropën, përballesh me shumë festivale filmash, domethënë që shqiptarët tani kanë filluar të konkurrojnë. Edhe kjo është një gjë shumë e mirë, shumë e bukur, domethënë. Ju jeni dhe pjesë e këtyre kishave që nga restaurimet e këtyre ikonave, po? Është e vërtet që unë kam punuar për 19 vjetë, gati 20 vjetë si restaurator në Institutin e Monumenteve të Kulturës dhe kryesisht me pikturën bizantine dhe post-bizantine. Pastaj më vonë ky mu bë realitet. Fillova edhe ta ushtroj vetë, domethënë. Unë kam pikturuar 2 katedrale të mëdha, siç është Kisha e Usterit, edhe një kishë rumune në shtetin e Kanerikat. Janë kisha me përmasa të mëdha, mu besuan dhe them që domethënë mendimi i njerëzve domethënë ka qenë shumë pozitiv dhe për këtë ndihem mirë që ju kam dhënë dhe njerëzve atë jo vetëm ndjenjën e besimit, por edhe kënaqësi nga ana artistike, domethënë. Ndihem mirë për këtë. Më vjen mirë sepse ju pak më parë më thatë që do jem në gjendje të gjykoj ose domethënë për të gjitha të punë dhe atë që ka filmi, po ju jeni një piktor, dhe kështu që piktori është shumë më afër me kineman. Edhe vetë Bujar Alimani është piktor. E ndihmon shumë edhe kjo. Ma tha në një bisedë të shkurtër, tha që Dimitër edhe unë kam studuar 5 vjeta për artin virgorotir, jam marrë dhe me artin kishtar, tha dhe në kështu, oj, tash më vjen mirë që pas kemi një moment të përbashkët kështu, domethënë, ishte gjë e bukur. Unë vetë si natyrë, domethënë, jam një amator prej vitesh i filmit. Fillimisht kur kam mbaruar u caktova në kinostudio me filmin e animuar, por u pa arsyeshme që mund të kryej një punë disi më me përgjegjësi në Institutin e Monumenteve të Kulturës. Edhe vërtet ka qenë një punë shumë e mirë, shumë e bukur. Por sot jemi në një moment tjetër, domethënë. Po për sa i përket këtij festivali, ju si Dimitër, si artisti i pikturës, çfarë do dëshironim që të kishim në një çik më të plotësuar? Ndoshta edhe ne na mungon kjo gjë dhe edhe ne vit për vit sjellim me këtë festival. Sjellim gjëra të reja, sjellim ato që neve kemi mangësi si vjet, rregullojmë, domethënë me një fjalë si e fëmia që rritet edhe plotësohet me Të them të drejtën, unë nuk jam në gjendje të them
konkretisë se çfarë duhet bërë më mirë. Unë që kur e shtova në ambientin e oborit, me njerëzit e jurisë, mu pa një gjë shumë e bukur, mu duk një gjë shumë e bukur. Më fillova të ndjenja një lloj gëzimi, një lloj kënaqësie. Edhe shpresoj që kjo të jetë një vazhdimsi, të jetë një vazhdimsi shumë e bukur, domethënë. Mundësisht sa më shumë të prezantohet filmi shqiptar. Është një gjë shumë e bukur. Nuk mund të them dot, vërtet nuk mund të them dot se çfarë, por e rëndësishme është që e ndjej dhe e kam parë, domethënë nga afër, që filmi shqiptar ka ndryshuar shumë, ka ecur shumë. Ka ecur shumë. Problematikat që rreth, mënyra se si kërkohet të prezantohet një film sot, rrugët domethënë janë shumë më të mëdha, por është dhe i mundimshëm. E shikoj që filmi është dhe i mundimshëm. Por mendoj që i kemi të gjitha mundësitë, në të gjitha drejtimet. Mund të kemi ndonjë defekt të vogël në shqiptarët, por kemi dhe mundësira shumë të mëdha. Jemi një popull i talentuar, mendoj që mund të bëjmë gjithmonë gjëra të bukura. E gjithë puna është që dhe pretendimi jonë është që dhe njerëzit e tjerë, domethënë, jashtë të trojeve tona të na presin mirë dhe ashtu siç e meritojmë. Kjo do të jetë kënaqësi. Zoti Dimitër, unë të falenderoj. Faleminderit. Ishte kënaqësi kur e mësova që ju do të ishit pjesë e jurisë, por unë nuk dua që, domethënë të flasim më shumë edhe për punën tuaj, sepse dua të bëj një emision. Jo, dua të bëj që të mos le asnjë detaj pa folur dhe pa zbuluar atë punën të mrekullueshme, se unë e mësova kur erdhëm me teatrin, për punën tuaj, për gjithë ikonat edhe për gjithë atë kontributin që keni dhënë dhe vazhdoni të jepni, kështu që ne do vim të ndalemi një herë me të gjithë atë historikun e kësaj. Mirë se të vini. Do të jetë kënaqësi edhe për mua, gjithsesi unë ju falenderoj, ju uroj festivalit edhe në natën e sotme, që besoj do të jetë një natë shumë e bukur, jam i bindur për këtë. Vërtet ishte një kënaqësi. Ju falenderit shumë. Shumë falenderit edhe. Falenderit.